A do të bëhet realitet profecia aliene e Babavangës që mund të ndryshoj botën në vitin 2026? Një tjetër parashikim, një grue të verbër telepatike, e cila dyshohet se parashikoi ngjarjet e 11 shtatorit dhe pandeminë e COVID-19 pritet vërtetohet vetëm disa ditë më vonë sipas Daily Mail. Babavanga, e cila vdiq në vitin 1996, ishte një parashikuese bullgare që u bë një figurë kulti midis teoricienëve të konspiracionit pasi disa nga parashikimet e saj të çuditshme u vërtetuan. Tani një profeci për vitin 2025 që parashikon se njerëzit do të kenë kontakt me jetën aliene është lidhur drejt për drejt me shortin e spremtes për Kupën e Botës FIFA 2026 në Washington. Në mënyrë specifike, parashikimi i saj përshkroi një UFO që do të shfaqej si një dritere në qiell mbi ngjarjen, duke i lejuar njerëzimit të takohet me jashtë toksor për herë të parë, duke i sjellë botës përgjigje në vend të frikës. Për më tepër, ky moment historik kishte parashikuar të ndodhte gjatë një ngjarje të madhe sportive dhe njerëz nga gjithë bota do të ishin në gjendje ta shihnin atë, megjithse Babavanga nuk zbuloi kurse në cilën ngjarje sportive do të ndodhte kjo. Babavanga nuk la të dhëna të shkruara për parashikimet e saj. Shumica e parashikimeve të saj vijnë nga mbesa e saj, Krasimira Stojanova, ose persona që dokumentuan parashikimet e supozuara pas vdekjes së saj dhe që janë akuzuar për keq interpretim të atyre që ajo ka thënë. Gjatë ceremonisë, afërsisht një orëshe të 48 ekipet e kualifikuara vendosën rastësisht në 12 grupe me nga 4, duke vendosur saktësisht se kush luan me kë në fazën hapse të turneut verën e ardhshme në stadiume në të gjithë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanadan dhe Meksikën. Pritet që deri në 300 milion njerëz në të gjithë botën ta ndjekin shortin drejt për drejt, një numër që shortet e kaluara të Kupës së Botës e kanë arritur ose te i kaluar vazhdimisht atë. Ndërsa ceremonia për zgjedhje së të premtes nuk është teknikisht një ngjarje vërtet sportive, ajo përgatit skenën për një nga turnet më të njohur në gjithë globin, çdo 4 vjet ndjekur nga 1.5 e më shumë miliard njerëz. Ceremonia e Kupës së Botës ka të ngjarë të jetë ngjarja më e shikuar televizive këtë muaj, duke bërë ato mundësinë e fundit për parashikuesen e ndjerë bullgare që të ketë të drejtë para vitit 2026. Edhe pse parashikimi i vitit 2025 u laj pa qartë, ata që e kanë interpretuar profecinë e Babavangës besojnë se drita i referohet qartë një anije kozmike jashtëtoksore që shfaqet mbi vendin e ngjarjes sportive. Parashikimi i Babavangës tashmë është vërtetuar fal kalimit të një objekti misterioz ndërhyjor, 3.1 Atlas, i cili do të bëj kalimin e tij më të afërt pranë tokës në 19 dhjetor. NASA dhe astronom të tjerë kanë arritur në përfundim se objekti është një kometë e pajet, dhe të paktën një studiues i shquar ende beson se 3.1 Atlas mund të jetë një anije kozmike jashtëtoksore. Gjithashtu, ka patur spekulime se drita në vizionin e Babavangës mund të referohet një shiu meteorësh, dritave veriore ose supernovës të pritur të Coronae Borealias, 3000 vite dritë larg, e cila do të ishte dukshme nga toka. Shumë besimtar menduan se kjo ngjarje do të ndodhë gjatë Super Bowl në shkurt, që është një nga ngjarjet televizive më të shikuara çdo vit, por kjo nuk ndodhi. Megjithse historia e Babavangës si parashikuese e ngjarjeve të ardhshme rivalizoi reputacionin shekullor të Nostradamusit, ajo njihet si parashikuese shkatrimit të nëndetëses ruse Kursk, e cila u fundos në detin Barents në vitin 2000. Babavanga tha gjithashtu se 2 zogj metalik do të përplaseshin me vëllezërit amerikan dhe do të derdhej gjak, gjë që besimtar thanë se përshkruante me saktësi sulme terroriste të 11 shtatorit. Profecitë të tjera që u vërtetuan përfshin tsunamin e Oqeanit Indian të vitit 2004 që vrau mbi 230.000 njerëz, zgjedhje Barack Obamës në vitin 2008 dhe ngritja e grupit terrorist Islamik ISIS në vitin 2010. Babavanga madje parashikoi vdekjen e saktë të saj, duke zbuluar se do të vdiste në 11 gusht 1996 në moshën 85 vjeç.